Unë jam shumë e lumtur që sot së bashku me ne në studio i kemi edhe 2 aktorë që do të jenë pjesë e një shfaqje të tillë, të cilën premierën mund ta ndiqni të gjithë. Jeni të ftuar nesër të mërkurën nga ora 20, nëse nuk gabohem, në teatrin për fëmijë në Qashin e Shkupit. Mirë, po mirëmëngjesi. Është një shfaqje për të rritur, kjo. Për të rritur. Për adoleshent edhe për të rriturit. E dedikuar special. I themi mirëmëngjesi Melika Kastrati dhe Dea Pajazite, aktoret shumë të dashura të teatrit për fëmijë. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse e di se e keni problem, shumica e aktorëve të zgjohen në orët e hershme të mëngjesit, por ja që ju të dyja po fluturoni sot, çfarë ndodhi më? S'keni flitur gjumë? Unë e pyeta, thash vajza, e keni problem ta zgjoheni herët? Jo, më sot fluturojnë. Si janë mëngjeset zakonisht për ju, para se të kalojmë edhe tek tema e ditës? Si janë zakonisht mëngjeset e aktorëve Unë do të të thoja, reja? a shijoni ndonjëherë në jetë mëngjes, sepse zgjohen në drek? Shumë e vërtet, sidomos tash kohën Provave, angazhimit. provave që i bëjmë mbas dite në ora 8. Si rëzjasin shumë gjatë, sigurisht. Po, kështu që na duhet ditën të pushojmë, zakonisht qohemi unë personalisht në pas 12. Kështu që sot më ishte kjo herët. A të mungojnë mëngjeset? A jep personi mëngjeset? Zakonisht ndoshta edhe nëse puna të detyron që të qëndrosh pak më vonë, unë sërish prap do të qëndroj stoike që jam personi mëngjeset, e dua mëngjesin. Kështu i ke qenë ndonjëherë personi mëngjesit? Jo, kur. E po mirë është për personi natës. Profesioni është për Se nuk ri shtatë. me kolegët u, se s'kam bashkëbisedues, a kupton? E vërtet. Edhe Melika më duket e ka të njëjtin problem. Jo, nuk zgjohem asnjëherë, po thuaj se asnjëherë. Përveç nëse kam ndonjë punë shumë të rëndësishme që si kjo Të këtu. zgjohem në mëngjes. Po kështu, zakonisht Në ditë normale jo. 11, 10 mas hertë. Mirë, 10. Mas herti. Është mirë ta jetosh profesionin që e ëndron. Dhe Sigurisht. ëndrimi i bjen pikërisht që të ëndrosh në ëndra, në gjumë. Jo, mirë, sepse është puna e rutina, lodhshme. është puna e lodhshme, është punë do doja që t'ua shpjegoj edhe shikuesve, nuk është punë mekanike që është fillon ora 7 dhe përfundon në ora 4, nuk është punë serike si në fabrikë, do qëndisim, do qepim, po është punë me krijimtari. Dhe krijimtaria zakonisht ndodhen në orët e vonshme dhe në qoftë se caktohen provat, për shembull në ora 7 në mbrëmje, ato asnjëherë nuk mbarojnë në ora 12 ose 1 ose 2 të natës, sepse pas orës 2 të natës fillon ajo qënja e trupit e aktorit, kur lodhet më shumë, edhe jep më shumë krijimtari, dhe janë momentet më të bukura për regjizorin, edhe për aktorin, për krijimtari. Kështu që mëngjeset ju Ja, vetëm dritrona ka qellu i Zoti kështu me mëngjese. Unë kam problem sepse nuk fles shumë, e kam natyrën të tillë, që me 2-3 orë gjumë jam shumë në rregull. Sa me fat. Nuk e di, me fat ndoshta, por pa fat sepse nuk kam bashkëbisedues. Sepse jam gjithmonë i vetëm. I kemi rënë ne në hak dritroj dhe nuk të shoqërohet me ne. Ne kemi Valbonën në mëngjes shumë mirë, jemi, kështu që po e kalojmë kohën, por derisa Gjithsesi, vinë unë punë, e kuptoj është shumë. shumë herët. Unë do doja që të rikthehemi këtu, miq dashur, të rikthehemi tek biseda që e kemi edhe përse janë 2 vajzat të mrekullueshme, 2 aktorë të fantastike, me një perspektivë të shumë, përse i kemi ftuar. Unë do doja që sot të flasim për një klithje, për një britmë, për një brez që rritet mes pyetjeve dhe përgjigjeve, mes ndjenjave që fatkeqësisht kuptohen ose nuk kuptohen, mes një shoqërie që shumicën e kohës zgjedh që të heshtë, që të mbyll goja. Dhe mbeten ata si jetim, sepse shoqëria fatkeqësisht nuk ka kohë t'i dëgjoj. Unë do doja që të diskutojmë lidhje me këtë shfaqje, edhe të më tregoni ato përshtypjet tuaja të para kur e lexuat tekstin për herë të parë. A e ndjet si një përplasje me veten apo si një realitet i hidhur që ka ndodhur diku? Më shumë do thoja realitet i hidhur. Teksti nga Frank Wedekind, Zgjimi i pranverës, është një realitet, është shkruar shumë herët, po Pati një cenzurë pas një kohë, Po, edhe për fat keq është aktuale edhe sot. Për fat shumë të keq se kanë kaluar shumë vjet që nuk kena pas ndaj far progresi shumë të madh. Unë do doja nga regjia që t'japim edhe pamjet, forshpanin e shfaqjes nesër mbrëmë që do t'jepet premiera. Kërkoj ndjes, Melika. S'ka problem. Po, flitet për ma shumë për shtypjen e rinis, qysh ato nuk janë
nuk flasin me prindrit, ose jo veç prindrit, me më të mëdhejt, sa shumë ata kanë probleme që as vetë nuk janë të vetëdijshëm, edhe nuk dinë si t'i zgjidhin ato probleme. Flitet për rebelimin ndaj autoritetit, flitet për mosdëgjimi i prindërve. Të cilët duhet të jenë shumë vigjilente dhe koshient për të dëgjuar zërin. Pikërisht për kohën e Është shumë aktuale, është shumë aktuale për momentin. Do doja nga regjia që t'i japim një pamje të madhe dhe le të shkonë zëri në prapavi i bisedë. Ideja si e përjetove ti në fakt, pikërisht kur u lexua Ose çfarë tre më shumë nga kjo histori deri. A e gjete veten më njëherë tek personazhi jot? Po, patjetër. Një e mirë është se ne e kemi lexu tekstin në zgjimi pranverës edhe në fakultet, ka qenë aktuale dhe atëherë, po e keqja, si që tha edhe Melika, është se këto pasojat e mos komunikimit, mos të shprehurit, po mos dëgjimit, mos ndihmës nga të rriturit ndaj të rinjve, është themi një cikël i cili përsëritet dhe ripërsëritet dhe askush nuk e thyen atë barierën, kështu që kemi mbet edhe sot me këto probleme, me këtë mentalitet, me të cilën e ndjejmë edhe ne të nevojshme me bë këtë shfaqje, që spaku t'i frymëzojmë ose t'i inspirojmë edhe të rriturit edhe po të rinjt të hapen një farë linje komunikimi më të sinqert me njëri tjetrin. Pikërisht kur e keni parë edhe të gjithë skenarin dhe kur e keni lexuar pikërisht edhe tekstin, personazhet e juaja, pak të hym pak më thellë drejt krejt temës që po flitet. Personazhet tuaja a e flasin të vërtetën apo janë viktima të sistemit? Si e shihni? Më shumë viktima të sistemit. Po jo që edhe nuk e flasin të vërtetën. Ato gjëra ndodhin me ato personazhe dhe nga mungesa e komunikimit me prindërit ose me edukatorët, mësuesët, profesorët, nuk përfundojnë siç të kishin dashur krejt. Ndonjëherë jemi rebel, mirë po kur jetojmë në një sistem i cili na ngulfat, them kështu, është më shumë e vështirë të depërtosh me qëllimin që ke. Po. Domethënë nga sistemi i cili shndron pa vetdije në rebel njerëzit për të kërkuar të drejtën e tyre, sigurisht. Për atë arsye edhe ne kemi bërë disa adaptime nga teksti Frankut. E keni sjell në kohën e sotme, në përditshmërinë që e kemi në këtë në qiellin tonë të lumtur dhe të gëzuar shumë në Maqedoninë e Veriut. Po, që të ndjen edhe publiku më të afërt, ndoshta na ndjejnë më shumë E gjejmë veten. Po mendoj që shfaqja do ta gjejmë veten. Shfaqja në përgjithësi flet për heshtje, për cenzurën, për dhunën, që u krijohet një brezi të ri që qepe se ti nuk din, mbylle se ti kur s'ke ditur, hesht se nuk kam kohë, e shumë gjëra të tjera. Edhe pse kërkojnë zë, që ndonjëherë ose na japin shenja, por nuk dim t'i lexojmë si më të rritur, fatkeqësisht pastaj vjen ai momenti kur rebelohen. Më thoni, sot, ju edhe ju jeni të reja, po a mendoni që shumica e familjeve sot në këtë ditë kanë filluar që të dëgjojnë këta shenja apo vazhdojnë me ata avazin e vjetër? Mund të flas personalisht për familjen time, për rrethin që mua më rrethon, ka përparime, ka sidomos mosha ime që kanë filluar të kenë fëmijë, të rrisin, janë më të hapur dhe më të sinqert me edukimin ndaj fëmijëve, por mendoj se nuk jemi aty ku duhet të jemi. Nuk jemi, akoma nuk jemi. Ato është që kemi studuar Shfaqja flet edhe për seksualitetin, flet për abuzime, për shumë gjëra, dhe fatkeqësisht akoma nuk me arritur në atë shkallë që të kemi një komunikacion, një komunikim të themi, të mbarë me fëmijët, për të biseduar edhe për shumë tema të cilët i quajmë pa vetdije tabu. Po, unë nuk e kuptoj për shembull pse duhet të japim në këtë rast një vajzë të jetë shumë e hapur me një shoqe apo me një kolege apo nuk e di unë, kur i ka prindërit, janë persona të cilët e kanë krijuar, të kanë fal jetën dhe duhen të jenë pikërisht ata persona që të kuptojnë më së shumti. Dhe pikërisht duhet njëherë për gjithmonë tema tabu të zhduken të paktën në tryezat familjare apo në hapësirat e shtëpisë. Nuk duhet ta gjejmë mbështetjen
dyert tjera, qoftë shoqëria, qoftë kolektive, duhet ta gjejmë pikërisht tek shtëpia. Melika, si e shet ti këtë raportin me të rit? Ne kemi shumë ankesa nga moshat më të mëdha dhe mua më pengon shumë kur thon ju gjenerata e re nuk dini asgjë, jeni për askund. Mua më pengon sepse pikërisht është një temë e shfaqjes e cila po vazhdon ende. Domethënë janë problematikat e njëjta që as prindërit tanë si kanë ndryshuar, nuk e di pse na vjet bara neve që ta ndryshojmë në sistemin. Si e sheti këtë? Mendoj që edhe atyre ju ka met kjo barë nga prindërit e atyre edhe mendoj që nuk janë të hapur ende për një ndryshim. Edhe mendojnë që ashtu si që janë rritur ato është më e mira dhe mendojnë që duhet njëjtën mënyrë t'i rrisin edhe ata fëmijët e tyre. Mendoj që problemi kjo, po kohrat kanë ndryshuar edhe shihet se mos komunikimi, izolimi emocional vetëm probleme, sjell dhe asgjë tjetër. Ndoshta para shumë viteve ka qenë pak mare, tabu, të flitet për disa gjëra, po mendoj që tash më mirë t'i flasun me prindrin tim sa t'i kuptojnë në internet, si që i ka thënë dikush tjetër. Se secili flet për përvojën e tij personale, ndoshta unë i përjetoj ndrysh gjëra, dhe janë ndrysh, dhe mendoj që prindrit duhet të njohin fëmijët e tyre më së miri dhe ta dinë mënyrën më të mirë dhe si më së miri t'ja u shpjegojnë ato gjëra fëmijëve të tyre. Disi ndodh shumë shpesh që të gjykohesh nga familjarët, nga prindërit pikërisht. Domethënë, mua më pengon ajo pjesa që në tryezat familjare nuk janë të mirëseardha dialogje, do më thënë të ulesh dhe të flasësh, të kesh një dialog të mirë fillt me prindërit. Gjithmonë disi shndrohet në një konflikt, shndrohet në një bisedë, nervoza, bërtitmat, të shpresojmë që mos të ndodh asnjëherë, por disi degradon biseda. Duhet edhe prindërit të jenë më të hapur, të dëgjojnë, më shumë të dëgjojnë sa të flasin, të urdhërojnë. Disa informacione lidhe me shfaqjen, sepse shfaqja pa të nesërmen, mos harroni, si pas veprës Gjimi Pranverës nga Frank Wedekind, në regjit të Shenaj Mandak, është regjizore nga Turqia, po është turke që jeton këtu. E Maqedonis, po. E Maqedonis, shumë mirë. Interpretojnë Deniz Rustemi, Dea Pajaziti, Eldin Shiroki, Melika Kastrati, Zaria Junuzi Qeliku dhe Flakron Aliu. Një trup interesante, të gjithë jeni gati deri diku një mosh. Nëse nuk ka bojmë, jeni të gjithë gjenerata e njëjtë. Aty. Ju mbaj mend që nga studimet që kanë dikur në shfaqje. Të flasim pak për temën e adoleshencës. Desha të flas për këtë... Do doje të riktheheshe apo? A ka histori në shfaqje që thua, wow, kjo më ka ndodhur ose i ka ndodhur filanes, ose filanes. Shumica e historisë. Ka shumë ngjarje kështu të tilla? Patjetër. Shumica e ngjarjeve që ndodhin janë ngjarje që na kanë prek gjithëve. Tema e bullizimit, tema e shëndetit mental të rinj, të cilët vuajnë nga sëmundje mendore të ndryshme, por nuk kanë guxim të shprehin sepse gjykohen ose edhe nga vetë prindërit i bëjnë probleme, zakonisht thuhet marrë, të fshihen këto gjëra dhe nuk marrin ndihmën e duhur. Kam pas kështu momente në shoqërinë time personalisht. Sidomos e tema edukimit seksual tek ne që është as në shkolla, as në shtëpi, unë për vete edhe vetë patjetër, edhe vetë në shtëpinë time nuk janë fol këto gjëra. Kështu që kemi mësuar në mënyra si themi nga përvoja jonë, dikush ka gabuar, dikush jo, po tash si e kemi pas fatin. Ndaj për atë thash, duhet të thyet ky cikël i mos komunikimit, patjetër. Është një cikël i gabueshëm, është një cikël që duhet të ndryshon, nuk është që po ndryshon për negativisht. Na ka mbyt ky mentaliteti i marrës si tabus dhe mendoj se është shumë gjë e keqe sidomos në familje të ketë kështu ndalesa. S'po ka marrë për vjedhje, s'po ka marrë për shumë gjëra, po ka marrë për korrupsione, për sende të shumta që po ndodhin këtu. Për edukim, po qëndron ende marrja. Jemi të rezervuar si shoqëri, si prindër, fatkeqësisht që për një udhërrëfyes më i mirë, për një mbarvajtje më të mirë të jetës së fëmijëve tanë, ne fatkeqësisht si shoqëri kemi
ata ngulfatjet në fyt që nuk mund t'ua thomi, mundohemi në mënyra të duhura, por prap stepemi, Patjetër. edhe gjithmonë i gëlltisim. Dhe kur bëhet vonë pastaj, do të vinë ta shikojnë shfaqjen se çfarë do ndodhë. Sigurisht. Pasojat janë Do gjithmonë të të shikojnë se këqija. janë po. shumë të këqija. Po. Po urojmë që nëpërmjet shfaqjes, sepse teatri është ajo magjia, se mund të dalin lloj-lloj teknologji në botë, mund të bëhet çdo kush mund të zaventsohet, çdo lloj profesioni mund të zaventsohet, por unë mendoj që teatri asnjëherë nuk do zaventsohet nga këto teknologji, nga këta trendet. Mund të updatetohet që t'i fusim, por jo të zaventsohet. Sepse çdo teatri është ajo magjia ku çdo është një Pasqyrë. do ta quaj një pasqyrë, domethënë për ditëshmërinë që e kemi rreth e rrotull, që ndodhen, është teatri që tregon nyjet se si duhet zgjidhur. Kështu që le të vinë, le ta shikojnë shfaqjen. Mbi të gjitha Nuk le e të di, a vinë- tu japi më shumë tipsa informacione për shfaqjen apo Më veç ta bëjmë si duket që edhe intervistë? Ti edhe provokojmë kuptuan. më do doja. Por mbi të gjitha ti thrasim të bëjmë një thirrje në fakt publike prindërit me adoleshentët e tyre. E vërtet. Bashk prindi, nëna, babai, Me edhe vajzën, me fëmijën, djalin, me kudo qoftë, që të shkojnë Ta të vizitoni shikojnë. nesër sidomos premierën, nëse ndoshta nuk kanë ngel edhe shumë bileta. Biletat janë shitur, do Po, më janë Pas rezervuara. nesër kemi reprizën e parë. Por ka repriza, Do të ketë, do të interesoni më shumë, mirë po ta Për ndiqni momentin, këtë shfaqje. këta vajza që i kemi këtu në studio, ballafaqohen edhe me një problematik të shumë. Na thuaj. Sepse ne do donim të bënim teatr, edhe mund të bëjmë teatr, mund të bëhet edhe në rrugë, në Prishkunë. Por unë do doja që të bëjmë një apel edhe tek ministria, edhe tek pushtetarët, sepse rrezikohet që të mbesin pa kulm. E vërtet, po. Për momentin ballafaqohemi me një problematik të shumë sepse institucioni teatri i fëmijëve për të rinj këtu në Shkup është me qira në një institucion që quhet Bashkia Fetare Islame, e cila e zoton si pronë, ndërsa Ministria e Kulturës kërkon ndjes nuk gjen Hapësirë tjetër. hapësirë, sepse bëhet fjalë për një interes kombëtar, dhe kur është një interes nacional më i lartë, zgjidhja duhet të bëhet sa më shpejt. A e ndjeni këtë frikën deri diku se çfarë mund ndodh me teatrin? Po, gjithmonë është frika. E keni atë nën vetdije? Edhe kjo është një pjesë e Po kësaj që po flasim për një diskutojmë. gjenerat që vonë edhe një punësuar, nëse nuk gabohem, sa kam parë në rrjetet sociale, domethënë Jo, janë pulsuar tamam në kohën e Po, duhur. Jo, për ata, sepse ka edhe më keq, sepse kemi pritur ka 10-15 vite ne, kështu që vëllona nuk të mua më prinui. pas ka më është duket që ka kaluar Jo. kohë e gjatë, më falni. Jo, kam Por jam e fatin e lumtur mba, që një grup shumë e madh por domethënë kanë duhet gjetë duhet kulmin. shtëpi. Patjetër. Patjetër. E kemi problem shumë të madh, jo vetëm problemin e objektit, që ka ndodhur disa probleme që ne edhe që mirën ministria me Bashkinë Islame, që ne edhe nuk kemi vetëdijshëm po se çka Nuk ju informojnë. nuk do të thënë, dim se çka negociatat bëhen në ndodh, instanca po më të larta, ka informata që ministria do paguaj qiran, do rrim aty, Pra nuk është zgjidhje kjo. pra nuk ka asnjë zgjidhje, nuk ka asnjë vendim, kështu që dita ditës ne presim ose të dalim diku, të mbesim pa shtëpi, po kemi probleme edhe njësoj se nuk Kushtet. kemi kushte, po se nuk është objekti joni, patjetër nuk kemi si ta paguajmë edhe rrymën, edhe s'kemi nxemje, s'kemi kushte minimale, kështu që dimri duhet të kemi një pauzë të Pauzojnë ose të gjatë. shkojmë si nomadët në për teatr Patjetër, edhe Vetëm sikur më të ngëllon një gjithë ky problematik, sidomos me ministrinë dhe me kulmin e vet teatrit për fëmijë dhe të rinj, më duket sikur ai prindi që ka fëmijë 30 vjet, mirë po ende vendos për fëmijën e vet, e Jo, kupton? 40 vjeçar. E tash 40 vjeçar vazhdon të domethënë ju jeni të pa informuar domethënë dhe vendimet merren pa ju pyetur juve për nevojat dhe kushtet që duhet t'i keni. Jemi edhe 5 minuta të Po. fundit, unë do doja që të flasim me të dyja në lidhje me shfaqjen. A është kjo shfaqje një thirrje për të ndryshuar si qytetar apo një paralajmërim sepse vërtet po ju ndodha? Mendoj që të dyjat. Kur të vinë ta shohin shfaqjen, publiku do ta shohin që cilat pasoja i bjen mos komunikimi edhe ndoshta si mund të mos vere deri në atë pikë. Edhe mendoj që po, të dyjat nëse vinë me pa shfaqjen, po, do të jenë dyjat. Do të zbulojnë. Do ta zbulojnë dyjat. Edhe paralajmërimin, Se duhet ta- edhe Jam thirrjen tash për me ndryshim. Po. Si po pres. Është shumë e fuqishme, shumë e fuqishme. Unë do doja që sa më shpesh të kemi shfaqje të tilla për adoleshentët, sepse është një moshë që e dim që kalojnë nga një periudhë
ndryshimi hormonale të tjera dhe pastaj shndrohen në... Por, është momentet kyçe në jetë që i marrin rrugën e mbarë apo rrugën e gabuar. Por është teatri i cili ju i udhërofyesi më i mirë për të zbuluar për të gjithë prindërit se si duhet vepruar me fëmijët në mosha delikate ta quajmë. Si aktore, jam e bindur që keni edhe shumë shfaqje të ndryshme, të cilat ndoshta janë pak më të vështira, letërsi, nuk e di unë, domethënë sa i kam ndjekur edhe unë, që trajtojnë tema shumë të ndryshme, të epokave të ndryshme. A e gjeni veten më shumë në tema sociale? Po gjithmonë. Po, patjetër. Në tema, sidomos që na prekin edhe neve, po ne si teatr për fëmijë dhe të rinj, kemi edhe kur bëjmë shfaqje për fëmijë, kemi gjithmonë këtë patjetër edhe teatri për të nacional është, e kemi një farë, si themi, një farë brenge, a e marrin mesazhin e duhur, apo përçohet mesazhi. Patjetër. Siç e thatë edhe ju, sidomos për këtë shfaqje është shumë e rëndësishme edhe jo vetëm prindërit, por unë do të thosha edhe mësimdhënësit edhe sepse flitet edhe për bullizime në shkolla, të vinë që sepse komunikimi vjen nga të rriturit. Që ata duhet të hapin portën. Pajtojmë patjetër me Melikën për këtë që e tha, po më e rëndësishme mendoj për ne është që të hapim vetëm një rrugë komunikimi, të inspirojmë dikë që të flasë. Ajo është për mua gjëja më e rëndësishme që mundohemi të arrijmë. Patjetër. Po edhe një pyetje, se minutën e fundit jemi. Kush mendoni, sepse deri diku edhe pak e shumë përgjigje, po kush mendoni që e mban përgjegjësinë sot? Prindërit, shkolla apo shoqëria në përgjithësi? Të gjithë nga pak? Tre kënd që pa thyeshëm. Fillon nga prindërit, patjetër. Fillon nga prindërit, përcillet në për shkolla, dhe pastaj e merr të gatshme shoqëria. Shoqëria, e vërtetë. Ta trajtojmë kështu. Unë jam e sigurt që me shfaqjen tuaj do të përçohet mesazhi, mirë po edhe mesazhin që e dham sot në studio ishte edhe më i ndjeshëm dhe më alarmues, do të thoja, zhurmues, sepse unë mendoj që të paktën të potencojmë psikologët në përshkolla të cilët nuk me bëjmë punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, duhet të pak të fokusohen më shumë të punojnë me fëmijët, prindërit në shtëpi të dëgjojnë fëmijët, të hapin një portë ku ata mund të shprehen, mirë po edhe për të gjithë edukatorët që e kanë për detyrë të rrisin breza të sigurt, të fort, të qëndrueshëm, të flasin për edukimin seksual, të mbrojnë fëmijët nga shumë sëmundje, të mbrojnë fëmijët nga një ardhmje e frikshme, e cila mund të na kushton shumë nesër, të flasin me fëmijët edhe për emocionet. Po, unë do doja që për ta mbyllur edhe temën e ditës sotme, unë ju falenderoj që ishit prezente sot, sepse miq të dashur, ndonjëherë në shoqërinë tonë tragjedit nuk fillojnë nga ajo që bëjmë ne, por fillojnë nga ajo që nuk e themi asnjëherë. Prandaj, pyetja mbetet për të gjithë ne. Apo i dëgjojmë të rit, apo vetëm po i presim pasojat. Faleminderit shumë që ishit sot në emisionin tonë të mëngjesit. Ju dëshiroj suksese. Edhe u shikoft shfaqja sa më shumë. Edhe u shtofshin shfaqja. Zgjat për vite. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit.